Ja edhe nëna duke na gatuar baklavan, një sfidë e tmerrshme duke pasur Aleksin nëpër këmbë dhe duke gacmuar gjatë gjithë kohës dhe duke mos e lënë rahat, por nëna nuk dorëzohet. Neve po e hapim këtë vlog këtu dhe është vlogu që ne do bëjmë për vitin e ri. Arturi ka vajtur nga gjyshit dhe ndajti disa ditë me rastin që kishte pushimet. Dhe unë do iki, do çoj dhurata që do ja u tregoj tani se çfarë kam bler disa dhurata për beba të vegjël dhe Adi po i paketon dhe do ikim t'i dhurojmë dhe pasi të kthehem do bëj përgatitjet sepse këtu është një krevat plot, krevati Arturit me dhurata dhe duhet t'i paketojmë sa më shpejt para se Arturi të vite nuk duhet t'i shofi normalisht. Dhe ju uroj nga zemra këtë vit të jetë viti sa më i bukur, vit sa më i mbar dhe shëndet dhe zemrat plot. I gjithë këto janë vetëm dhurata dhe unë duhet t'i paketoj me patjetër. Unë normalisht nuk do t'i tregoj dhuratat, do t'tregoj vetëm çfarë do t'i japim gjyshërve, sepse dhuratat tona do keni mundësi t'i shihni pak më vonë. Si ti vi morëm këto jashtëkët, po këto normalisht nuk janë dhurata, janë për neve. Morëm 2 jastik nga këto. Dhe pse jo tani si me jastik të rinj. Tablet si dhe lëm këtu. Ta mbyll pak dritaren që mos të bëhet zhurëm. Okej. Kemi marrë këtë ngrojse që edhe pse e vogël bëri, do me thënë dhomën shumë të ngrohtë. Dhe i morëm për të dhome Arturit. Ere parë që rëzova 1 lek, unë mora këto gjingset. Është ere parë që unë baj gjingset të gjëra, sepse nuk kam bajtur asnjëherë dhe pse jo thash t'i provoj. Janë këto, goxha të gjëra dhe sinqerisht më shkonin shumë, ndryshova mendje, do filloj të mbaj më shpesh. Këto do t'i vesh në fakt sot kur të kemi festën e vitit të ri. Kam marrë këtë bluzën me stiqin. Stiqi që është i sezonit dhe nuk ishte si mos ta merja. Do t'i vesh sot për festën që ne do bëjmë. Dhe nuk e di të kjo aroma më pëlqeu. Vjen shumë e mirë. Vjen hera uba. Kjo s'është dhuratë. Nuk po tregoj dhurata tani për tani. Mora këtë bëjnë e flokut, që t'luja flokun, por është nuk më doli koha. Çfarë? Po. Unë mbusha flokë për flokë me çorape. Duen gjithmonë çorapet. Kemi marrë fishe zjarre sepse disa të tjera do na i sjellë Arturi. I morëm. Tani do t'tregoj dhuratat që morëm për gjyshrin. Po, desha t'ju tregoja këtë. Kemi marrë gati 15 metro paketim. Mora dhe këtë shiritin që t'i paketojmë dhe unë do t'i paketoj tani. Shiko sa gjë cute mora, kjo ishte madje Adi kur e pa po qeshte, ta që do t'i këtë më tha mua. E mora thjesht këtë dhe pse këtu thoshte që është ngrohtë, do me thënë deri në 220. Kjo pjastra mini dhe ka bërë 1000 lekë të vjetra. Gjithsesi tani, po do të tregoj dhuratat. Kjo është dhurata që ne morëm për Aleksin, ne kemi marrë shumë, por që do t'ja paketojmë edhe këta Aleksit. Atëherë, po të tregoj po i bie shkurt se çfarë i mora gjyshërve. Zot, sa të rënda. 2 batanie. Sa kam vojtur për këto bataniet? Është kjo ngjyrë bezh, është me pushë në material i plot, është dhe kjo ngjyrë jeshile, këto janë për 2 gjyshet. Është dhe kjo ngjyrë jo jeshile, si mente. Këto 2 në fakt kishte batanie plot, por ishin të hodha dhe unë doja një batanie
të madhe, të trash për këto ditët e ftohta të dimrit dhe të buta. Dhe këto sinqerisht janë, unë do marr dhe për vete sepse janë shumë, më thënë janë aq të buta se unë i hapa i pash atje dhe do t'i marr. Ky është gjupi që i kemi marrë babait. Është goxha i plot me push nga brenda. Dhe i morëm, shpresoj shumë që t'i pëlqej. Po vrisja mund t'jen çaj ka marrë në dritës, po këto prapa tani e ti ka marrë. Arturit i kemi bërë një surprizë gjigante. Arturi na ka kërkuar një telefon dhe donte me patjetër iPhone. Normalisht unë tani e kam paketuar dhe nuk do ta tregoj këtu, por që ju do ta shihni kur Arturi të marrë pakon. Edhe motrës time i ka marrë një palgjingse identike si këto, po e kam paketuar që të jemi meçi të dyja. Dhe ka marruar karikusin e Arturit pa vënë me pako. Nga që i kanë bërë lëmsht këtu, nuk di se çfarë të thoj, po të pakektoj këto shpejt, i ka marrë dhe Adit një kostum. Po të ta tregoj tani, po tregoj të dhuratat që neve do marrim. Edhe Adi po ashtu më ka bërë dhurata, nuk e di se çfarë, dhe do t'i shohim shpejt, nxitojmë që t'i paketojnë sepse ata fola me turin dhe janë në autostradën Tiranë-Durrës. Shpejt e nisim me paketimet. Lo babi, kush na i ka ngrënë fjongon që ne vëm të dera? Ne kishim një fjongo shumë të bukur, e vinim gjithmonë të dera. Por, ky mistreci i vogël na i ka ngrënë. Do na hash dhe këtë të rem. Ti mistrec, pse i ha fjongot? Aleksi ha fjongot. Dhe ta vendosi me vrap të dera para se të përfundoj. Duke loz Aleksi dhe ta bëj copa. Ne këtu tani kemi marrë sa dhurata. Kjo është për gocë, 2 gota me frozën. Kjo është për bebusa të vegjël, sa të bukura janë rëke. Dhe kjo është një port me top futbolli. Dhe do t'i paketojmë tani. Alex Zelozi do lodrat për veten. Ja dhe babi po më ndihmon me ngjicat. Këto më pëlqyen shumë për bebusa, sa të bukura janë. Ti bëjmë shpejt e shpejt, se ora është gati 11. Babi po i paketon, dhe Aleksi po zihet me babin. Se do kutit. Adi po zihet me Aleksin tani. Këtë vit më ka ndihmuar shumë babi. Apo jo babi? Po. Patjetër, Aleksi po. Hajde viti ri, mos sa mëna. Hajde viti ri. Aleksi! Ja dhe babi. Nënën e kemi vënë po gatuan. Po ti të shpoj që me pirua. Unë e kënda esti. Ja, po përke. Babi po fut valigje se s'na nxon dhuratat. Ja dhe Arturi gati. Aleksi. Aleksi u të trem. Nga nga si në nam.
Dale baklava nënës? Dale trileçja, dale. Kam jedhur atë vërtetë në shpaj jedhur ajo. Krem karamele. Kjo është kulaçi. Te karamele këtu. Krem atë. Vito kulaçi si gjatë me Ja dhe fruta dhe këtu kemi marrë zgarën që të pjekim mish. Kemi ngrirë, kishë pjekur që të zgarë. Kaposhi është ngrirë. Ja dhe kaposhi. E më shishë. Apo më largohet se erdi kjara të më bide e herja. Mashallah. Hajde do mundohem inshallah të vizë unë një ditë. Atë ke qenë, po do vijë që këtu të nani ati. Po e do inshallah në data 2. Në kismet. Kështu. Pa i posha i përno koqë. Ka i voq klje? Ka ik lokal. A i higu doli me shokët. Gjaxhi! Ja, po të kap ty në video. A gëzuar një vit i mbar. E po që tjetër një. Jo, nesër do ta pjekim. Kysh nesër me. A o lumë do të ditë. Na lumt. Ne po mendojmë dhe Hajde gëzuar gjithve, kini mirë. Gëzuar! Gëzuar dhe ty një te, gëzuar Keli, gëzuar Lana, gëzuar... Eksi u bërë shok me nana, shku si po thëret, u bërë shok me nanën. U kërë po jo Alexi? zjeda një dorë. Zjedja që këdërën. Më se zja që më afer. Më qërë më? Do të lozi, ja. Jam në pikë Si do ta veshim ade? Jam në pikë shumë që më të mërë. O jetë. Eksi! Ja dhe dhuratat. Po shpërngulemi në për vitrisi të gjithë. Po shpërngulemi për vitëri. Kjo ka vesur qatë gjingse që i shkojnë shumë. Babi si gangster këtu. Edhe Aleksin do ta mbaj unë, kështu që do fi kamerën. Gati për vitri. Po që maskullin janë nënës, po që femën janë Ja dhe baklava ja. Nana po ndan mishin këtu. Nëna tjetër po mendohet ku t'i vëri këtu. Ata tjerët me telefon, as që të gjithë. Qa po beni ju, pse s'naftoni? Here Alex, sauna time.
Ja, dark e viti 3. Darka viti 3. Kjo është pjata ime. Jam aq i zgjuar se kam dhënë dhe për shesh dhe pilaf. Gjithata janë me shkronjë na, janë me shkronjë nasa, i do pilaf. Dhe i se shave Oi, Alexis. Hi. Po marrin dhe burin sot. Do i ka shre buri? Po mama morën burin. E bën babajadit, e ke patentën me vete. Na i tregot si. Mirë patentë, po ka dhe të mijat. Na jeps. Do me çak mak diaj. I kuburi. E kam seriozisht për i këmburi berat, paci? E? Do na vish mere? Pasaj? Jo, do i kështë e mami, nena mbaje sot, mbaje. Kujto fëmiri. Po ikim. Paci?
Ikën. Ikën, më lanë vetëm. Data 1. Atëherë Adi iku para me papin, me mamin, dhe do iki të takoj nëna Miten. Do iki takoj nënën që ne duam shumë, ndërsa unë po iki lart. Kam vënë këtë në kokë të Arturit, se Arturi e kisha haruar në makinë. Dhe çuditërisht nuk kanë fare për gjumur, dhe pse është shumë shpejta. Atëherë babi është nisur nga Berati dhe po vjen këtu në Tiranë dhe patjetër pa diskutim do festojmë dhe në shtëpinë tonë. Turp me thënë, por unë nuk di asnjëherë të gatuaj një kaposh. Tu kam hedhur disa erza që është me krip, me rigon, çik piper dhe do ta bëj thjesht fare. Është ky kaposhi, nuk e di sa kile ishte Turi? 7 kg 300 gram dhe më do vini re te kamera sepse është iPhone-i im dhe është kamerë 100 më e mirë. 100 më e mirë. Unë nuk di ta gatuaj, por do tentoj, më thanë që mund t'i bëja një masazh me krip, me hik, që të marinohet mirë me... Apo duhet të regoj dhe këtë vaj në uvirit, që babai, ky është vaj jon, i ullinve tanë, sa kile morëm? 50 kile. Da, shumë pak do t'i hedh që të kemë mundësi sepse kjo lëshon vetë. Edhe kaposhi, sa i bukur. Dale mami, ta marinoj mami? Marinoj. Se që marinoj? Ku e di unë, nuk po di qa po them sepse sinqerisht jam shumë në tension. Këto janë shumë të mira këto. Thuar asnjëherë kaposh. Është ere parë, shumë po e bëjmë, thjesht po e bëjmë me erza dhe me krip. Nuk kam ndërmend ta bëj me asnjë gjë tjetër, vetëm kaq. Të piqet me se duhet nga brenda, më thanë me krip. Këto janë mëlçit e kaposhit. Dhe më thanë që thjesht duhet babi gjithmonë në fakt nuk kam mbajtur si më. Ngecët e ka jo duhet të më. Që të thosha? Babi doja të cilësoja që më e ka mbajtur mami si të voglën e shtëpisë dhe gjithmonë e ka pas gatuar vetë. Këto karamelet janë karamelet më të mira në botë. Si kam sponsor, po. E bëra të gjitha. Dhe thjesht do ta fusim gjelin dhe do ta pjekim. Asnjë më shumë nuk do bëj. Ndoshta me lëngum të bëj pilav, po që kemi ndërmend ta vëm. Stop. Thjesht kemi ndërmend ta lëmë gjelin në tavolinë si ai gjeli krishtlindjeve që bëhet për erë. Dhe me zera, sallata të ndryshme. Nuk e di, unë mendoj se e kam bërë masazh shumë të mirë të gjelit me krip. Nuk mendoj se do ketë më nevojë gjithsesi. Po ja hedh. Ata që këmë pak gjeli në afer? Nëse ditë duhet ketë nevojë për ndoshta një goduri? Ja. Jo, thua? E peti nënën jogën? Ja. Po, në averën, se kam parë, s'kam qenë në. Marri një nga dritën e pjesën. Okej. Marri një. Po e fikim pak video? Ja ta marrë aty nga telefoni një. Se të regoj mamin tani duke folur me nenën. Unë tani e marinova tër kaposhin, si që më the ti. Ja, shifem. Por ka nevoj për në një gov me ujë, apo jo? Po i grejnë se të rrje puta e përshta. Tja, sa... Po mund e i ploti për gjysën. Po mime, që kishit marrë këtë kaposh ka ishte madhë? Kria që ka pati, po se mbati shumë, kria... Unë do mundohet ta fut, po sa të madhe kishit marrë me nëna. Si ka për bashkë? A? Edhe këti... Ida kemë shumë bashkë dhe këte jem janë. Ja ta provoj në nxeka.
Pjalit thua? Me qa pjalit ka më të moj? Po se mos të di që të filli moj? Mene. Helmer djali, e ke veshë bluzën ti, ta gëzo. E vesha. Ja, pjalit me fjongo të bukur. Ja, e bune me vraka poshin. Sa e morën veshë, unë nisi të birë e bura. Dhe tani jemi këtu, do dalim për tek Buzi Store dhe do blejmë ja dy gjërë. Po. Hello. Se për qa po dalim tani, nuk e di u i fa. E keni parasysh kur ju hipon, o të blini diçka me ba tjetër o s'ka? Këshu jam edhe ne tani. O të blini diçka me ba tjetër o s'ka? Ju pëlqen kamera e telefonit? Po, telefonit të rritare. Po. Ai qonë. Sa po dhemi shpi, do bëjmë unboxing e dhuratave. Neve tani mbaruam punë, por u kthejmë në një dyqan me që kishte vetëm kufje për iPhone dhe ka përgojnë dhe në shpi. Kufje dhe telefon. Ishte dyqan vetëm me iPhone, që kishte vetëm iPhone. Fyka dhe goxha erë. Shumë ftohtë, -4 gradësh. Këto ta shikoni këtu. Është bërë pis pas shqipurare. Se shikon këtu, po nuk shikon atë. Hec mami ti para, bëjmë një vid. Jo. Anche ci sono poco che fare Stitchy. Mirë dhe na abdem. Gjithmonë këtu rriky që na pret në Alex! Që ben? Qa të një mirë, Alexi. Këtemi të shumë të mirë, Alexi. Atëre neve erdhëm në shtëpi dhe do ikim për darkë te halla ime, por si fillim do bëjmë një unboxing të gjërave që ble. Siç e tham, neve vajtim te Buzi dhe përfunduam duke bler gjërat koti. E keni parasysh atë periudhë kur ju kap Bleva për gjë tjetër e bleva gjë tjetër. Blevu gjë tjetër. E se bleva te Buzi. Okej. Gjithsesi neve blem, u kthem në një dyqan dhe blem këto tushat. Tushat kanë këto kutinë. Këto janë kamstere se i kam parë se i ka një person të klasa ime dhe janë. Dhe kutia është goxha e këndshme. Blem dhe këtë tjetrën. Blem. O mamu, ta nisësh pak me atë time, vetëm se do... Ja, të të vëve këto. Blem këtë shkumë për mami, se në këtë për... E ma se kjo ti? Po, përse s'ma e mu se... Të mërat e Rosmani... Kur preson flokët, kjo merr shkumë, kupton qa logjike ka kjo. Në këtë periudhë që unë rinë në shtëpi, mbaj flokët kaçurela, si që i kam, dhe gjithmonë kemi, se nuk duken mirë në video, por që unë i kam kaçurela, dhe më duhet një shkumë për drejtur në shtëpi, se kur dali shtri. Dhe këtë që kanë super aromë të dopes, kremin e duarve. Pa tjetër. Mora 2 ripa për babin. Një është ky. Dale, jo. Ok, po të regoj kështu. Një është me këtë si toka, dhe mora dhe këtë të thjeshtin, 2 ripa për babin. Kamera dhe besa nga Casa Italia. Dhe do të regoj që mora tek Buzi Store. Mora këtë epilator që unë e provova te Krau dhe më besoni te Krau funksionoi. Është kjo. E provova te Krau kështu, funksionoi hajt më. 2000 lekë ishte. Dhe çfarë mori Arturi?
Demon table. Në një dyqan që kishte vetëm gjëra nga telefona, kufje nga Apple-i. Dhe mori këto kufjet për iPhone-in e Alexi, se më do më rëzosh iPhone. Hapit i mamit dhe të tregojmë pastaj dhuratat e vitit. Këto janë origjinale sepse kanë këtë logon e Apple-it. Po, për 30.000 lek. Ama. Po, ka i shtrend këta, këftane. Hajde. Se Arturi donë të kufje të buzistore, dhe në tash jo. Më mirë merë një palë kufje që të jenë cilësore, se sa të ndërojmë kufjet gjithmonë, sepse ja ku i ka Arturi kufjet aty. Alexi kemi më ratë mos na rëzon telefonin e ri, sepse ne po filmojmë me telefonin e ri të Arturit. Në papi, mame. Dhe pasaj të tregojmë dhuratat për vit të ri se çfarë morëm. Se ne ju kemi treguar çfarë kemi paketuar, por nuk kemi treguar se çfarë morëm. Alexi që s'pon Alexi! Këtej. Ule poshtë, ma. Ja, të hapim. Kështu hapen ato të iPhone, kutit iPhone. Petës. Kalsa. 2 orë më vonë. Pit, se hapa ja. Artur nuk më lë. Po nuk e lë sepse është gjëja ime. Hapa. E lëm të këtu, dhe këtu qa kemi këtu ta këtu. Design by Apple in California. Që nga mërë Kaliforni këtu. Po, ka dhe këtë. AirPods. Po, ka Manuali. Ka manuali. Dhe gjëja të që më s'ka nejë këtu. Karikur, pas ka zhërë një karikus. Po normal, unë prandaj thash. Karikus Më mirë me diçka cilësore dhe të mirë, se sa të... Dhe vetë gjëja. AirPodsi. Po kam drejt. Po. Unë kam pasur ca, po duke që ishin fake, sepse këtu me zim rinin kështu ta hapura, gjysëm ta hapura. Edhe nuk e di pse. Edhe AirPodsa. T'i gëzor se më mamit. Dhe unë po bëj një unboxing të shpejt se çfarë dhuratash. Unë do los pak gëta. Arturi mori këtë bluzën, hajde pak këtu. Këtë bluzë, që sa e bukur shka mbrapa. Nga nëna Drita, bashkë me një tapet. Do të tregojmë në fund. Okej, që të tregojmë në Si fund. dhe Drita të ka Që bërë. është me Drita, që Arturi e vë te kompjuterit. Po tregoj të nëna Dritës. Nëna Drita i dhuroj babit këtë bluzën, këtë hudin. Mami, kujdes Aleksin se po vjen shumë vërdall. Se ti po e provokon duke hedhur qërë. Është konte mi. Po, këtë hudin me kapushë shumë e bukur. Dhe AirPodsa. nëna Drita tjetër, se çfarë doroj nëna Drita. Këtë vit ishte viti që unë jo këtë vit, po ka filluar në fakt ka kohë që të gjithë njerëzit e dinë se çfarë unë preferoj dhe më dhurojnë vetëm libra. Dhe nëna Drita, normalisht më pyeti, dhe më dhuroi yllin norvegjez. Dhurata më e bukur për mua janë vetëm libra. Dhe në fakt shikoni se sa libra unë kam. Dale. Dhuratat. Po dhe them një nga një. Dhe nëna Drita, Dalin me AirPods, me emër AirPods, jo si ka ato fake që ka pasur. dhe nëna Drita më dhuroi yllin norvegjez. Edhe s'janë të hapura se kanë 100%. Po. Dhurata tani që më bëri motra ime. Fabrikantin e lodhëve. Një libër, libri i dytë i preferuar është Atlasi i sagës së 7 motrave, dhe kur kam parë një review, kam parë që fabrikanti i lodhëve ishte, Atlasi ishte i 4 më i pëlqyeri, ndërsa fabrikanti i lodhëve ishte i 3, që ja kalonte dhe Atlasit. Dhe pa diskutim, ka goxha po lumë. Jam shumë e lumtur për këtë dhuratë që motra më bëri. Ndërsa, se çfarë dhurate më bëri nëna,
Shëbëtore. E fsheta e Shëbëtores është vëllimi i dytë, unë të parin e kam dhe jam shumë e lumtur për këtë. Më thanë të gjithë e di se çfarë ndua dhe më plotsojnë Shëbëtorja. Edhe shpresoj që duke qenë se e nisa vitin duke marrë libra ta mbush bibliotekën time plot ashtu siç unë ndëroj. Dhe do t'ju tregoj. Po filloj një me dhuratat e nanës. Këtë kostumin që i bëri na i ktheku në Arturit. Bashkë me tutat. Bashkë nëna na kishte bërë dhe një dhuratë një komplet me goda, por që unë e nisa dhe sa erdha në shtëpi dhe nuk jam këtu për momentin. Dhe pa diskutim që kostumin që nëna i bleu duhet të shoqëruar me Arleta. Nike me Nike. Aty bën një pyetje, më shkoni pak në komente çfarë është kjo drita kështu që del kur e hap këtë, se s'kam ide fare. Dhe për ta kombinuar pa diskutim me atleta në rrugë. Po, kjo është një blerje që Artur e bleu në rrugë. Po, Jo e bleva në rrugë, e bleva. Po, të regëm dhuratat e vitit 3 tani. Dhe nëna po ashtu i bleu Adit një kostum jeshil, por që Adi e vesh me pa tjetër e vesh gjithmonë datë 1 dhe nuk është që dhe ja u tregojmë, por që dhe ja u tregojmë e kuptoni vetë më vonë. Unë i mora këtë kostumin babit, i morëm njësojnë, unë ja mora në gjyrë blu erët, nëna ja mori në gjyrë jeshil. Ermad. Bashkë me pa diskutim tutat sportive. Në P. Po. Në P. Dhe tjetër. Dhurata tani që babi më bëri. Nuk ishte si të mungonte. Po luan, mami. Libër pa diskutim. Babi më bëri librin më prit dashuria ime. Unë kam lexuar 3 libra të kësaj autore dhe më pëlqen shumë. Dhe tani jam shumë e lumtur. Por, se çfarë më dhuroj babi tjetër, duke qenë se unë jam meteoroide, nuk i dhuroj dot aromat, por njëkohësisht i adhuroj. Sa herë që blej një parfum, më pëlqen, por s'kalon as 2 minuta kam atë ndjesinë sikur më zë rruga, më merren mend, më provokon. Dhe gjithmonë që vija te Osmani, më pëlqen dhe kjo aroma dhe më thosha ç'a më kujton. Dhe kur po kaloja, i thash babit, kjo aroma më kujton si detin, si plazhin, dhe babi ma kishte bler. Është një aromë shumë e ëmbël. Da ta hap. Unë e kam hapur pa diskutim, por që nuk e kam përdorur. Japa në momentin që të gjithë paknin dhuratat. Dhe Solar ka një aromë o zot. Nuk e di, më kujton SPF që përdor, nuk e di ka ndjesi deti, aromë deti. Dhe kjo më duket e lehtë dhe më pëlqen shumë. Sot çfarë aromë. Tani. Libra. S'mund të ngojnë librat, jam kaq e lumtur që kam bërë kaq libra, autori po shtuma andej më. Vetëm libra do. Po, unë vetëm libra dua. Dhe është përse nuk po shërohemi, fuqia e natyrës për te hilaçeve. Ka receta gatimi, ka këshilla pa fund për shëndetin, që është një libër sinqerisht shumë i dobishëm. Dhe bashkë me këtë, më dhuroj dhe këtë çupin që babi e pëlqeu. Tani është për babin e mërti? Jo, e për që babi kur e vesha unë. Dhe është goxha i bukur, se drita nuk është aq mirë këtu. Dhe këto ishën 100% kam haruar gjëra, pa diskutim, pa treguar. Gozat nuk i tregova se si tash i përdora. Dhe gjëja që më lumturon aq shumë. Janë librat e mi. Wow, sa bukur. Më thanë për vitë të ri, më mora dhurat 5 libra. Nuk di këtë lexoj më parë. Dhuratat më të bukura në botë.
Dhe nuk e di për këtë fabrikantis, sinqerisht jam super happy. Keni parë në një person të gëzoj ka shukur me libra, ja unë jam, s'më dhuron asgjë çdo person, nëse do të më lumturoj, direkt më dhurojnë libra. Po, ja dhe qa bleu Arturi, i top me stiqin, nuk është dhurat për vitëri, jo thjesht e tregova. O Turi, se ne i bëm unbox të gjitha qa dhurata shmorëm, na trego çik ti dhuratën tënde. iPhone 13 Pro Max. Dhe dhurata imi nga iPhone 13 Pro Max riva dhe një kas për po. Është një iPhone shumë mirë. Jetë ka të gjitha. Arturi mori dhurat nga mami dhe babi një iPhone. Ajde Arturi, ajde. Ajde Arturi, ajde. Leu dhe kasën. Ta gësosh zëmra. Uron një vit sa më të bukur, të shëndetshëm mbi të gjitha dhe të realizofshin të gjitha ëndrat tuaja. Ju puthim fort dhe shifemi në video e radhës. Bye bye!